klubeve të vogla që janë në Kosovë, para pak vitesh, shumica prej tyre nuk kanë pas lidhje me futboll. Ndoshta edhe tash nuk është që e njohin këtë lëmi. Por e kanë parë si një fushë që shumë shpejt mund të arrijnë të pasurohen. Në këtë rast nëse shohim konkretisht Ballkanin, që është shpollë 3 herë kampion i Kosovës, dhe kualifikimi i tyre në grupet e Conference League-s i ka sjell të ardhura shumë fish më tepër se sa që ka investuar Ballkani. Ne dim që pronarët e Ballkanit vinë nga një lëmi e ndërtimit. Dhe të ardhurat që ka fitu Ballkani në këto vite, ndoshta në ndërtim do të duhen 20 vite për me i fitu, e në futboll i për 2-3 vite i merr 10 deri në 15 milion euro. Investon 2 milion apo 3 milion dhe i merr 15 milion në kthim brenda 2-3 vitesh. Cili biznes në Kosovë të sjell kaq shumë fish të ardhur.